Si ka qenë feedback ose mendimi i dy opinionistëve jashtë kamerave? Ose çfarë kanë thonë? Me Arbrin kam shumë muhabet miqësor, ka qenë shumë përkrahës, edhe fjalë të mira po ashtu, gjatë gjithë kohës, edhe në për after party, edhe në për kudo që kemi qëndru, në për ambientet e Top Channel, xhirimet, spektaklet, kanë qenë shumë fjalë të mira, që normalisht i thjesht nuk pret. A din se nuk e din që shështu perceptu gjë e jashtë. Me Monikën po ashtu kam raportet e mira, ajo edhe unë gëzojmë respekt për njëri tjetrin. Sot e tutje kemi pas disa momente ku kemi pas muhabet. Monika është në stilin e saj. Mua adin, unë knaqna me to, kalojmë shumë mirë, edhe për mu ka qenë një emër që në këtë edicion ka pru diçka ndryshe, edhe për mendimet e saj për lojnë, brendshën s'po komentoj, sepse s'jam përputh mendimet e mia me të saj, por si personazh, si njeri, është shumë grua e mirë, edhe është një gru shumë e zonja, realisht me njoft prapa kamerave është shumë e mirë.